vjen shumë mirë që të takoni prapë, sepse gjatë kësaj kohe kemi pasur me bashkë. Unë uroj nuk mina të juve, shëndet, unë të mbarë, e po ashtu ju falenderoj për rolin pozitiv që keni pasur në shoqërinë tonë, sidomos në ndihmën që ju i keni dhënë familjeve që më shumë keni pasur nevojë. Pra në kohë kur ata janë përballë me vështirësi ekonomike, keni qenë ju si bashkë kristiane me ndihmën e partnerëve që ju keni qenë pranë, por du të ju falenderoj një vetëm ndikimin pozitiv që keni pasur për zburimin e garantive të që bëhet shoqëria jonë. Urime gjithëve, e uroj që të kemi vetëm mirësi, solidaritet, përkushtim për shtetin, për familjen, për shoqërinë dhe i shtyhen sa më larg vlerat që edhe i adresojnë sidomos në festën e Kurban Bayramit, ku është edhe festa tjera që na mbajnë këto vlera për të bashkuar si shoqëri për rrezikun. Faleminderit për presidente, nama të kolegët që bashkë sistem. Thank you.
T'ja s'mona që shpojnë në aktivitete sa militar me një vend tjetër. Jo. Allah inshallah ju edhe këto zgjedhje. Mos i më bëre çet tash se për Bajram. Filloni nesër e keni apo nesër ashtu deri këtu. Dai, po, atë nesër po nesër. Unë Shana e nisim bashkë. Sot jetën e nesër më janë. Edhe me përfundu mirë. Kryesorja është siç thotë autoritet ligjërar në punë kontrakte. U kërkosh për shkak të shkoj çik. Shkolla për mirë, edhe pensione më ta. Shani mu 50 herë në parlament. Vani me të pari, krejtë. Njëtin e kena të mirë, ta shprima shumë pozitive të qytetarët e Republikës Kosovës, edhe po mirë shumë mirë që në ligjëratën që ju e përmendët të ndikoni pozitivisht që gjuha e urrejtjes mos ketë vend në shoqërinë tonë. Unë jam shumë e shqetësuar në raport me këtë gjuhë, urrejtje, sulme, hyrje ndaj vajzave dhe grave në Republikën e Kosovës, mendoj që nuk jemi ne këta, edhe shoqëria jonë të pranon. Po, prandaj më shumë mirë që dhe sot në të drejtë e kemi ligjëruar këtë pjesë. Është e rëndësishme që qytetarët sa më shumë të marrin pjesë në zgjedhje, në gata jonë si asnjëherë më parë ka kryer dhe rekorde. Natyrisht që në cilësinë e presidentës qëndroj pra gjenda politike e sigurisë, se sot jam si vicepresidentës. E uroj që mos kemi më situata të tilla ku nuk ekziston momenti për me zgjedhë presidentin. Mash që tu do minon i natë. Do të duhemi edhe i natët, edhe atë mbetjet, mundemi mi vazhdu betejat politike në çështje që na dallojnë pas zgjedhjes presidentit, do ta konsiderojmë programin, ta votojmë që në vinë dhe pastaj vojmë bashkë edhe të merremi bashkë në çështjen e presidentit. Ju e përmendët Kosova fakt i mirë që ka vra e burra që kanë kontribuar dhe vite në vendin tonë, para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës, kështu që në këtë drejtim jemi shumë mirë, prandaj vetëm vullneti duhet të ekzistojë dhe unë uroj që të marrim mesazh të gjithë nga zgjedhjet e shfaqur. Nuk të me që shkoj mirë. Atëherë të nderuara media, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin këtu në Bashkësinë Islame të Kosovës. Unë kam nderin që në festën e Kurban Bajramit të jem këtu në Bashkësinë Islame të Kosovës.
Me këtë rast urova Miftiun Naim Tërnava, por edhe bashkëpunëtorët e tij për festën e Kurban Bayramit. Me këtë rast më lejoni që të shpreh urimet e mia edhe për gjithë besimtarët musliman, por po ashtu edhe për shqiptarët kudo që janë brenda Kosovës, por edhe jashtë saj, për festën e Kurban Bayramit. Festa e Kurban Bayramit është festë e shenjtë e besimit islam, dhe kjo na kujton vlerat e sakrificës, solidaritetit, mirësisë, respektit e përkushtimit për vendin. Vlera këto të cilat duhet t'i mbajmë lart e më lart dhe rreth së cilave duhet të jemi të bashkuar edhe si institucione, edhe si qytetar, por edhe si shoqëri. Unë sot po ashtu falenderova Bashkinë Islame të Kosovës, falenderova Miftiun Tërnava për rolin pozitiv që kanë pasur në vazhdimsi në shoqërinë tonë, për ndikimin pozitiv për të luftuar dukuri negative me cilat përballet shoqëria jonë, por gjithashtu edhe për ndihmën e qytetarëve në nevojë. Pra është pikërisht Bashkia Islame e Kosovës përmes shoqatës Bereqeti, përmes bashkëpunëtorëve e partnerëve që kanë ndihmuar mira familje gjatë gjithë kësaj periudhe kohore. Faleminderit Mifti. Miftiu e dha sot edhe një mesazh dhe më njoftoi që ka pasur një ligjërat në të cilën ka kërkuar që gjuha e urrejtjes, sulmet, gjuha linçuese të ndalohet sepse ajo nuk ka vend në shoqërinë tonë. Prandaj e falenderova edhe për këtë aspekt. Më lejoni që t'ju uroj edhe një herë të gjithëve, edhe juve mediave, sot për festën e Kurban Bayramit. Uroj më të mirat për qytetarët dhe për secilën familje. Faleminderit.